Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, në edicionin e sotëm do të ndalemi të ndihma që Bashkimi Evropian po i ofron komunitetit gay, lesbik, biseksual dhe transgjinor i njohur ndryshe si komuniteti LGBT. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë ka lansuar projektin ndërtimi i sistemit mbështetës për komunitetin LGBT në Kosovë me afro 140.000 euro që synon të nxjerrë nga izolimi pjesëtarët e kësaj kategorie. Nuk është e lehtë me qenë lesbike dhe gay në Kosovë, duke ditur që Kosova është një vend që është mësuar me sensin mashkull, femën mashkull, edhe asnjë njëherë nuk kërkon e pranueshme që të jetë një mashkull gay në familje ose një vajzë lesbike në familje. Violeta Hyseni ju sjell më shumë hollësi në vijim të edicionit. Ndaj komunitetit LGBT në Kosovë, shumë qytetarë vazhdojnë të kenë paragjykime. Të jesh gay, lesbike, biseksuale apo transgjinor është vështirë e pranueshme për shumë kë, madje edhe për vetë familjen. Këtë dëshmon edhe rasti një qytetare nga Prishtina e cila për shkak të orientimit të saj seksual ka zgjedhur të jetojë vetme. Nuk është e lehtë me qenë lesbike dhe gay në Kosovë, duke ditur që Kosova është një vend që ka traditat e veta historike, edhe është mësuar me sensin mashkull, femën mashkull, edhe asnjë njëherë nuk kërkon e pranueshme që të jetë një mashkull gay në familje ose një vajzë lesbike në familje. Unë jam nga një familje e madhe dhe familja eme nuk më ka pranuar që unë jam lesbike, po duke ditë se shoqëria është shumë e ngushtë këtu dhe njerëzit nuk janë mësuar me idenë e një personi më ndryshe në familje, unë kam vendosur që të jetoj vetë, ta përballoj jetën normal me mundime, jo duke gënjur familjen, por duke jetu jetën tem absolutisht me identitetin tem që kam, pa pengesa, pa gënjeshtra, pa mashtrime. Para më shumë se 20 viteve, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vendosur se orientimet specifike seksuale nuk përbëjnë kurrë sëmundje. Europarlamentarja Ulrike Lunacek është njëra nga lobistët për respektimin e të drejtave të komunitetit LGBT. Ajo thotë se në Evropë është shumë normale t'i përkasësh këtij komuniteti. Një praktikë e tillë sipas saj duhet të ndiqet edhe nga vendet që aspirojnë antarësim në BE, përkatësisht edhe në Kosovë. And that's not just because the EU wants it, but because it's Dhe kjo duhet të bëhet jo vetëm se BE-ja apo e kërkon këtë, sepse nuk është vetëm diçka simbolike, por është vlerë themelore e Bashkimit Evropian. Pra nuk është fjala vetëm për tolerimin e këtij grupi, por për trajtimin e tyre si një pjesë e rëndësishme e shoqërisë, sepse orientimi seksual dhe identiteti gjinor e përbën një rrugë në të cilën qenjet njerëzore kanë jetuar shekuj me radhë në gjithë botën, thekson europarlamentarja Ulrike Lunacek. Për ndihmuar Kosovën që të arrijë standardet evropiane për respektimin e të drejtave të komunitetit LGBT, zyra e BE-s ka mbështetur financiarisht një projekt sloven, i cili po punon me shoqërinë civile dhe vetë komunitetin në fjalë për të siguruar përfaqësimin e tyre në jetën publike dhe politike. Simon Malevac është menaxheri i projektit. Ai thotë të ketë studiuar situatën e komunitetit LGBT në Kosovë dhe zbatimin e legjislacionit ekzistues kundër diskriminimit dhe të kenë ardhur në këto përfundime. This results that there are not many cases of homophobia or transphobia that are dealt with within the system. Ka rezultuar se nuk ka shumë raste të homofobisë ose transfobisë që trajtohen në kuadër të sistemit ligjor. Komuniteti LGBT gjithashtu thotë se ka nivel të ulët të besimit në institucionet e Kosovës dhe në të shumtën e rasteve për këtë arsye ata nuk i raportojnë krimet e urrejtjes homofobike ose transfobike. Kështu që ne mund të themi se ekziston nevoja për ngritjen e vetdijes për të drejtat e komunitetit LGBT për brenda institucioneve, sepse vetëm në këtë mënyrë legjislacioni mund të funksionojë siç duhet. Në qoftë se dikush është gay, lesbik, biseksual dhe transgjinor në Kosovë dhe flet për këtë publikisht, sipas ekspertit sloven Simon Malevac, ai person përjashtohet nga shoqëria. Rrjedhimisht këta njerëz mbesin të padukshëm dhe jetojnë fshehtas nga të tjerët. Still we can see the progress in the last couple of years as this topic is more and more visible in public debates. Megjithatë, ne mund të shohim përparime viteve të fundit pasi kjo temë po bëhet më e dukshme në debate publike. Aktivistët LGBT në Kosovë po bëjnë një punë të mrekullueshme në ngritjen e vetdijes për këtë temë dhe po hapin diskutime që duhet të hapen. Gjithashtu viteve të fundit kemi parë rritje të mbështetjes politike si nga niveli ndërkombëtar ashtu edhe ai lokal.
Shoqëria kosovare, sipas ekspertëve të drejtave të njeriut, duhet të kuptojë se diversiteti e bën shoqërinë më të pasur e jo më të varfër. Prandaj secili duhet të respektohet në mënyrë të njëjtë pavarësisht përkatësisë etnike, fetare, racore apo seksuale. Edhe ombudspersoni i Kosovës Sami Kurteshi kërkon trajtim të barabartë për komunitetin LGBT. Nuk ka drejt askush në këtë shoqëri, në këtë vend diskutoj për komunitetin si diçka të huaj, diçka të jashtme, po si pjesë e kësaj shoqërie e pandashme. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëngjes.